Hamdi, falendrimi takon madhnisë Allahut, që në ka bërë pjesëtar të Islamit, në ka bërë nasip me dëshmu shahadetin me gjuhë dhe me zemër, edhe me vepru si pas asaj që në ka mësu Allahu dhe pejgamberi. Hamdi takon Allahut që në këtë ditë të veçantë, ditë e gjuma që pranohen lutjet, Allahut na të bën në këtë vend të shenjtë, në shtëpinë e tij, në xhami, duke lutur Allahun që Allahut na mëshiron neve dhe gjithë muslimanët. Kërkojmë nga Allahu mëshirë, kërkojmë nga Allahu udhëzim, kërkojmë nga Allahu bereqet, kërkojmë nga Allahu jetë të lumtur në këtë dynja dhe ahiret, edhe kërkojmë nasib prej Allahut, kërkojmë shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I qëjmë salavat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtar nderuar, në këtë çaste, mbas duave ndaj madhnisë Allahut që ne kemi nevojë për lutje, ndaj madhnisë Allahut për udhëzim, e për rahmet, e për bereqet, e për jetë të lumtur në këtë dynja dhe ahiret, Allahu nasip na baft. Du të ndalem sot me disa këshilla të një imami të madh, Imam Shatibiut, i cili e definon momentet më të mira të jetës dhe ato janë momentet e lumtura të jetës. Edhe krejt na çka jemi në xhami dhe krejt njerëzimi vazhdimisht përpjeket dhe mundohet, lufton me pas një jetë të lumtur. Si e kuptojnë njerëzit lumturinë sot? Kur njeriu lind, kur kush nuk lind duke qesh, lind duke qajt. Dhe kur kush nuk del prej dynjas, përderisa për rreth tij nuk qajnë antart dhe të afërmit e familjes. Kjo dynja po startoi ka me vaj, dhe pi përcjellmi njerëzit me vaj, edhe në mes kësaj jetët ton njerëzit qeshin dhe qajnë. Jetën e lumtur që kemi ardhur në xhami, kemi ardhur, edhe këto janë momentet më të lumtura të jetës tonë, kur ti e madhron Allahun e madh. Do me thonë, disa njerëz e prezentojnë pjesën e lumturisë me kapitalin e tyre, me pasurinë e tyre. Por jo krejt janë të pasur, ka të varfër. Dikush e prezanton lumturinë e jetës me diturinë e tij, por i mungon standardi, i mungon pasuria, i mungon luksozi, ndoshta i mungojnë edhe gjanat elementare të jetës. Ani pse ka dituri, por ai e promovon lumturinë e tij nëpërmjet diturisë. Dikush e ka pasurinë që është pjesë e lumturisë, por kur është vet, trishtohet dhe mërzitet, edhe ngushton jetën në pallatin e madh që jeton ai. Në jetën e luksozit që jeton ai e ngushton jeta. Po dhe këtë varfërin knena, po Allah i ka dhonë shnet, po Allah i ka dhonë evlad, po Allah i ka dhonë një 26 metra katror shpi, po dhe ky me një stil të vetin, e shjan një pjesë të lumturisë edhe pse i mungon një tjetër. Do të thotë në dynjart ka njerëz të lumtur, dikush me pasuri e i mungon dituria, dikush është i ditur, i mungon pasuria, e dikush është i mungon edhe dituria, i mungon edhe pasuria, por e ka zemrën e plot me iman, ka fe, dhe ajo e promovon vetën, dhe i afron njerëzit ngrohtësi të shpirtit dhe të akhlakut, të sjelljes së lartë të tij ndaj njerëzimit. Allahu na furnizoft me këta. Dikush, ata që kanë pasuri, po tham po trishtoj kanë. Dikush mërzitet, e dikush gëzohet, kështu e ka jeta. Prandaj, disa janë të lumtur se kanë dije, e disa kanë pasuri, e disa kanë trimni dhe rreth të shnosh, e dikush ka ma shumë fe dhe takvallëk dhe devotshmëri. Do me thonë, kjo jetë ko ka sa herë pu deshka njeriu në dynjat, edhe pu kajka, edhe pu keshka. Por një ditë, këtë këto sakrifica dhe këto gëzime përfundojnë. Këtë këto mërzia një ditë përfundojnë. Ato çka nuk përfundojnë, përfundojnë në ahiret. Çka? Jeta e pafund është në ahiret, kur të gëzohesh pafund, ama dhe kur të mërzitesh pafund.
Fauzan adhima, fitore e madhe, lumturia e madhe është ahireti, xheneti, Allahu nasip në boft. Prandaj, për mu dhe për juve këshill Imam Shatibiu rahimahullahu taala ka thonë, prej shenjave të jetës së lumtur është ti bëjmë pyetje vetit. Nëse njeriu Allahu ja ka lehtësuar adhurimin, Allahu ja ka bë pjesën më të lumtur të jetës së tij gjatë veprimit kur ai e madhon Allahun. Kur kërkon dituri, i tat Allahut i bën. Kur punon në emër të Zotit dhe në punë kur shkon, e shfrytëzon, ajo është momenti i lumtur i jetës së tij. Kur ai vjen në xhami, e ka jetën e lumtur. Prandaj nëse Allahu ta ka mundësu tyje me madhru Zotin dhe krejt punë çka i ban me standardin e fejes Allahut, me Kur'anin dhe me Sunetin, dije se Allah i të ka dhënë pjesën më të mirë të jetës tënde, dhe kjo është lumturia në këtë dynja, duke e madhruar Allahun subhanahu wa taala. E dyta, kompletimi kësaj feje është praktikimi dhe ngjallja e sunetit Muhamedit alayhis salam. Çka falem na? E falem sunetin e pejgamberit, se Muhamedi alayhis salam na ka thonë me fal namaz para xhumaje. E ai çka e praktikon sunetin komplet, urdhat, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, ata që ta afron pejgamberi, Allahu po na thot për Muhamedin alayhis salam, merre, ata që ta largoju prej saj. Prandaj jeta e lumtur dhe kuptim të jetës të lumtur i ban kompletimi i sunnetit dhe pasimi i sunnetit Muhamedit alayhis salam, Allah i nasip na boft. Do thot adhurimi dhe pasimi i sunnetit pejgamberit janë dy shtyllat shumë të rëndësishëm për me pas jetën e lumtur. E treta është jetën e lumtur, sa dush me pas pasuri, e sa dush me pas dituri, dush me pas njerëz për rreth. Unë jam të fol, por e kemi xhamatin para nesh. Ne rrim me xhlis, mësuesi rrin në klas, profesori rrin në klas, po i ka student për rreth. A ka më të mirë se ata që kërkojnë dituri? A ka më të mirë se ata xhamat që vinë sot dhe e ndëgjojnë hutbën, dhe ai i cili rrin lun karta, lun domina, rrin jashtë xhamisë, në këto momente, në këto minuta më të dashur të Zotit që pranohen lutjet në ditën e xhamat. E prandaj shoqëria e mirë është jeta që Allahu e ka kompletu dhe ja ban njerëzve jetën e lumtur me çka? Me shoqërimin me njerëz të mirë. Allahu nasip na baft më shoqëru me njerëz të mirë. Allah ja çoi pejgamberit Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Abdurrahman ibn Aufin dhe sahabët të cilët ishin të përgëzuar me xhennet. Edhe ne i përmendin ata se ata ishin shokë të mirë. Edhe ne duhet të shoqërohemi në standardin e Kuranit dhe Sunetit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, jetën e lumtur e ban edhe akhlaki i mirë, sjellja e mirë. Sa dush me pas dituri, sa dush me pas pasuri, nëse i egër je në zemër tënde, ki mu kanë i egër dhe me vëllezërit e tu. Shumë njerë që kanë pas dhe pasuri dhe kanë qallëm dhe kanë fuqi, e tregojnë agresivitetin, e gërsilëkin ndaj krijesave, ndaj njerëzve. Jo, bashkëburnia dhe jeta e lumtur është wa khaliqin nase bi hulukin hasan. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që transmeton Muadh ibn Jabeli, keni frikë Allahun kudo që të jeni, pasone mas çdo të keqes një të mirë. Kur ta bësh një të keqe, bani një të mirë. E pastaj edhe sillu mirë me njerëzit e mirë. Jetën e lumtur e ban sjellja e mirë. Hoxh, po ne valla sille me njerëzit. Ti që sillesh mirë mas kësajna, a do një jetën halamat lumtur po, jepi të varfurit, shërohet smutin, ndihmoj kojshijes, vizitohet smutin, bedhlul ma'ruf, me bo mirë. Dëshmi e shahadetit është veprimi jonë. Ne besojmë Allahun, kena mujt me nejnë në shpi, kena arë këtu, me dëshmu me vepër se e dojmë Allahun. Jeta e lumtur është me vepra të mira, wa ihtimam el muslimin dhe dertin e muslimanve. Mos u gëzon dëshprimin, ndështimin e vllau tanë. Sa ai merr drogë, ai merr raki, ai punon me kamat, mos ju gëzot keqes atij, se nëse i gëzohesh do të binë mbaçetane në shtëpinë tënde. Po le të dëm zemrë dhe ban dua, angazhohu me sjelljen tënde, me fjalën tënde, t'ja përmirësosh gjendjen e atina dhe e fundit e lutim Allahun na mundson me programu jetën tonë. Jeta e lumtur është me program. Ai që ka program të jetës që Allahu ka bë është betuar në suratul Asr, pasha kohën, ai që ka program
e fal 5 kohë namazit, ai që lexon Kur'an, ai që shkon në shkollë, ai që shoqërohet me njerëz të mirë, ai që e nderon sunetin e Resulullahit e praktikon, dhe këtë të çka i përmendëm janë pjesë e jetës së lumtur. Të garojmë për një jetë më të mirë, jetën e lumtur në dynja, duke madhruar Allahun dhe për të krijuar kushte me rahmetin e Allahut, më fut në xhennetet e larta, në xhennetet e Firdaus. Allah i nasip na boft. Elusim Allahun me emrat e bukur të tij dhe cilësitë e tij të larta, që Allah të na nxjerr prej territ në dritë, të ndriçon zemrën tonë me iman, mendjen tonë me dije, dhe veprat tona të jenë të ndritshme dhe shëmbëltyr për njerëzimin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.